Struga Trimlum dje në kuadër të javës së 12 të sezonit vjeshtor ka regjistruar fitoren në 9 sezonale, pas fitores në cilësinë e mysafirit kundër Makedonia Gjorgje Petrov me rezultatin e sigurt 2-0. Skuadra e Strugës vazhdon të dëshmon formën stabile në këtë pjesë të kampionatit, ndërsa Makedonia Gjorgje Petrov dëshmon se është në krizë të thellë të rezultateve. Autor të golave për ekipin Struga Trimlum ishin Florian Roçi në minutën e 32, Kompaore nga penaltia në minutën e 62. Për sulmuesin e Strugës ishte goli i 12 sezonal. Në ndeshjen tjetër që u zhvillua dje në kuadër të Gjirës së 12, Tikfeshi në Shkup mundi Rabotničkin 2-0. Ndeshja e zhvilluar në kampin stërvitor të FFM-s vërtetoi faktin se romantikët janë në krizë të thellë të rezultateve. Gjiroja e 12 vazhdon edhe me 2 ndeshje tjera si Brera Sileksi dhe Pelisteri Vardari.